Partitë politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n. Partia politike nuk mund të tërhiqet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, partitë politike të cilat janë të regjistruara në KQZ dhe të cilat duan të marrin pjesë në zgjedhjet e parakohshme përmes koalicionit, duhet ta njoftojnë KQZ-n, respektivisht zyrën për regjistrim, certifikim dhe kontrollin financiar të subjekteve politike, se duan të marrin pjesë në këto zgjedhje në këtë mënyrë. Koalicioni mund të ndërtohet nga së paku 2 parti politike. Partia politike nuk mund të tërhiqet nga koalicioni pasi të jetë certifikuar derisa rezultati i zgjedhjeve të certifikohet nga ana e KQZ-s. Gjithashtu, partia politike e cila është anëtare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si anëtare në një koalicion tjetër apo dhe si parti e veçantë në të njëjtat zgjedhje.